maskat emocionale, a jemi bërë si shoqëri artistët të jetës sonë. Që do të thotë, sepse në këtë shoqëri të gjithë bëjmë sikur jemi mirë, apo jo Valbona, sikur nuk na dhem asnjë gjë, sikur i kemi çdo gjë nën kontroll ne, apo jo, Gjithçka është mirë. Por edhe ne e shesim veten tonë sikur jeta jonë është gjithmonë perfekte. Por e vërteta është kjo. Ne kemi mësuar të mbajmë maska emocionale më mirë se aktorët profesionistë. Pse? Maska që i mbajmë të buzëqeshjes. Maskat të forcës. Bëjmë sikur jemi shumë të fortë, edhe pse nga brenda jemi të thyer. Bëjmë maskën e durimit, mos e harrojmë. Maskat të cilët themi, jam mirë, Në rregull. edhe pse kur jemi mirë. Ndërsa brenda kemi një stuhi të vërtet, ndërsa e shesim sikur jemi mirë. Apo jetojmë realisht ne si shoqëri një jetë të rreme për të mos u gjykuar, apo e humbim veten duke menduar që të dukemi gjithmonë të fortë para tjerëve. Një zonjë 34 vjeç që thotë, buzëqeshja ime është mburoja ime. Të gjithë më dinë si vajza e buzëqeshur të lagjes, të punës, të jetës, por askush nuk e ka idenë se sa herë kam qarë natën vetëm. Kam mbajtur maskën e gëzimit ka gjatë, sa ndonjëherë më duket sikur po qesh me veten time. Njerëzit më thonë sa pozitive që je, por në të vërtetë jam thjesht e lodhur duke mos qenë barë për askënd. Kur jam e rënuar, s'ka më me këtë flas. Se askush nuk e pranon që ajo vajza e fortë ka ditë edhe të dobta. Maska që më mbajnë, në fakt maska që mbajmë na mbrojnë nga të tjerët, por na konsumojnë nga brenda. Një vajzë 21 vjeçare thot maska më ka shpëtuar, por më ka marrë frymën. E vendosa maskën e forcës në momentin kur gjithçka po më shembej. Ndihmonte të mos shqetësoja të tjerët, të mos dukesha e lënduar, të mos tregohesha e dobët. Por për pak nga pak, ajo maskë u kthye në identitetin tim të rrëm. Të ka filluar të besoj. Askush nuk e kupton se jam thyer, se kam ankth, se jam e lodhur. Më tërheqën si shembull, shiko sa e fortë është. Ndërsa unë me zipres mbrëmje të heq nga fytyra një buzëqeshje që nuk është e imja.